Ndërhyrja fadromave në shtratin e Lumit të Mërturit ka nxjerrë në protestë banorët e njësisë administrative Nika e Mërtur në Bashkinë e Tropojës. Projekti i Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare parashikon ndërtimin e pritave malore për frenimin e inerteve, por banorët shprehen se punimet kanë nisur pa u zhvilluar dëgjes publike dhe pa u informuar komuniteti. Sipas tyre, ndryshimi i klasifikimit të kësaj rrjedhe ujore nga Lum në Përrua, së bashku me ndërhyrjen me mjete të rënda në shtratin e saj, ngre dyshime se pas projektit mund të fshihen planet e tjera. Jam na me mija herë të pushi këtu, të pushi Kieve. Hajë shikojnë sot se si e kanë bërë për qedrat. E kanë masakruar, e kanë prish Lumin, kanë prish rrjedhën, por kanë prish historinë dhe identitetin tonë. Por këtë nuk duhet ta lejojmë. Do ketë bloqe betoni 2 metroshe. Pra, pikë pari po krijohen vaska, me çfarë qëllimi, vaska peshku apo vaska për t'i ndryshuar më vonë, është puna e tyre. Ndërhyrja në shtratin e Lumit Nika e Mërturit është krim mjekësor. Është thënë që këtu po ndërtohen diga mbi këtë lumë. Ne nuk jena puna zhvillimit. Ne jena të ndëgjohen dhe të ndëgjohen gjëzeri i çdo banori këtu. Duke pyet sepse zhvillimi i jep kësaj zone vlera dhe çdo gjë tjetër. Në mbështetje të banorëve doli edhe administratori i njësisë administrative Nika e Mërtur, Besart Noja, i cili deklaroi se punimet kanë nisur pa dijenin e banorëve. Jam në mbështetje të banorëve, si diskutohet. Ky është një projekt i cili ka nisë pa djenin tonë, pa lajmërimin tonë. Në momentin që është bërë konstatimi i punimeve, unë kam bërë mbezullimin e tyre, sepse ishte një punim që po bëhej pa djenin tonë. Lumi i Currajve konsiderohet një nga ekosistemet më të paprekura ujore në Shqipëri. Ai është ndër habitatet e fundit ku rritet natyrshëm trofta egër me pika të kuqe, një specie që vlerësohet për rëndësinë e saj ekologjike dhe biodiversitetin që përfaqëson.